Ky është viti i 7 radhazi që organizohet Bursa Ekselencës Akademike në nderim të Dr. Jorgji Ajçarit në bashkëpunim me shkollën Nehemia. Bursa jepet një studentit dalluar të klasave të nënta për të vijuar studime deri në përfundim të gjimnazit, duke vlerësuar përkushtimin, arritje dhe vizionin për të ardhmen. Bursa Ekselencës Akademike Dr. Jorgji Ajçari edhe këtë vit mundsohet nga Lori Çobani dhe Lazar Angusho. Zoti Gusho, nipi i Jorgji Ajçarit, përcolli një mesazh frymëzues duke theksuar se përmes edukimit çdo gjë është e mundur. Ai paralajmëroi edhe surpriza për edicionin e ardhshëm. Është viti 7 që organizojmë Bursën e Ekselencës Akademike Dr. Jorgji Ajçari në bashkëpunim me shkollën Nehemia. Dua të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit e këtij edicioni, gjithashtu edhe anëtarët e shkollës Nehemia që na kanë mbështetur ndër vite për organizimin e kësaj burse. Unë dhe Lori duam të japim mesazhin që nëpërmjet edukimit çdo gjë është e mundur dhe jemi të lumtur kur shohim interesin që ka kjo lloj burse në qytetin tonë. Shpresojmë dhe mendojmë që do vazhdojmë ta ofrojmë këtë bursë edhe në edicionet e ardhshme dhe gjithashtu pasi ky është momenti i dur për ta bërë si lajmërim, kemi disa surpriza të reja për edicionin e ardhshëm që përkthehen në zgjerimin e bursës në rajonin gjeografik, gjithashtu edhe në llojin e bursave të ndryshme që ne do të ofrojmë. Nga ana tjetër, Lori Çobani theksoi se kjo iniciativë tashmë është kthyer në një traditë të bukur dhe me vlerë. Ai bëri thirrje për gjithë nxënësit e shkollave nëntëvjeçare dhe gjimnazeve të ndjekin rrjetet sociale të bursës për të qenë të informuar mbi mundësitë që do të ofrohen në edicionet në vijim. Ishim sot këtu në ambientet e shkollës Nehemia për të shpallur fituesin e edicionit të 7 të Bursës Akademike Dr. Jorgji Ajçari, e cila vazhdon të suportoj financiarisht një student ekselent i cili dëshiron të vazhdojë gjimnazin në shkollën Nehemia. Jemi të lumtur që kjo traditë vazhdon tashmë prej 7 vitesh dhe donim të falenderonim shumë bashkëpunëtorët tanë të cilët e bëjnë të mundur zhvillimin e kësaj burse, pa ndihmën e të cilëve kjo gjë nuk do të ekzistonte. Dhe me këtë rast doja t'ju bëja një thirrje të gjithë nxënësve të shkollave nëntëvjeçare apo edhe të gjimnazeve të rrethit të Pogradesit që të vazhdojnë të ndjekin në rrjetet tona sociale për lajmërime se si kjo bursë do të vazhdojë në të ardhmen me risi dhe gjëra të tjera të cilat do të jenë në ndihmë të arsimit të qytetit Pogradesit. Elona Rira, drejtore e shkollës Nehemia, u shpreh se është një kënaqësi e veçantë që këto bursa akordohen nga dy student dhe alumni të kësaj shkolle, duke dëshmuar vazhdimsinë dhe shpirtin e komunitetit arsimor që ajo përfaqëson. Është për të përgëzuar fakti që prej 7 vitesh ata e bëjnë këtë lloj sakrifice, duke ndihmuar me këtë lloj burse pra nxënës të cilët nuk e kanë këtë mundësinë. Ne kemi parë që ata kanë ditur të zgjedhin dhe kanë sjellë vërtet nxënës me potencial shumë të lartë në shkollën tonë. Bursa Jorgji Ajçari mbetet shembull frymëzues i fuqisë së dijes dhe vlerësimit të meritës, një nismë që jo vetëm nderon kujtimin e një figure të dashur, por edhe hap dyer për të ardhmen e shumë të rinjve të tjerë.